Në një kuti të vjetër kartonash, të fshehur në bodrumin e shtëpisë së saj në Prishtinë, gjetën një kaset audio me shënimin "Mos e dëgjo kurrë". Kjo regjistrim ishte fshehur 35 vjet. Zëri i Neshmije Pagarushës në atë kaset nuk tingëllon si në skenë, ajo qanë, dhe përmendte emrin e dikujt që e shkatërroi nga brenda. Policia e mbajti këtë provë të fshehtë. Askush nuk e dëgjoi atë kaset deri në vdekjen e saj, por ne e gjetëm kopjen. Çfarë fshihej në atë zë të thyer? Kush ishte personi që ajo i përmendi me slotve? Dhe pse familja kërkoi që kjo kaset të mos shihej kurrë dritën e ditës? Sot, për herë të parë, ne do të zbulojmë sekretet që e mbajnë të gjithë Kosovën në heshtje për dekada. E gjithë Kosova e thërriste nën. Miliona njerëz rriteshin me zërin e saj. Ajo ishte më shumë se këngëtare, ishte simboli i kombit, zëri i shpirtit shqiptar, gruaja që e mbajti kulturën gjallë kur gjithçka tjetër po shkatërrohej. Por kur vdiq në vitin 2023, askush nuk e dinte se ajo kurrë nuk ishte dëgjuar fjalën nën nga goja e fëmijës së saj. Ajo që i dha jetë këngëve të një kombi të tërë, vetë mbeti pa jetë në shtëpinë e saj. Kjo është historia e çmimit të madhështisë, historia e gruas që dha gjithçka për të tjerët, por humbi gjithçka për veten. Neshmije Pagarusha lindi në vitin 1942 në një fshat të vogël afër Gjakovës, në kohën kur Kosova ishte në sundimin jugosllav. Familja e saj ishte e thjeshtë, por e pasur me tradita. Babai i saj ishte njeri i urtë që i mësonte vajzës së tij këngët e vjetra shqiptare, ato që mbaheshin gjallë vetëm në kujtesën e pleqve. Neshmija kishte zë që të çante shpirtin, të pastër, të fortë, plot dhimbje dhe shpresë në të njëjtën kohë. Kur ishte vetëm 15 vjeç, ajo këndoi në një festë lokale dhe një producent nga Beogradi e dëgjoi. Ai tha: "Ti do të bëhesh ylli më i madh i Jugosllavis." Por ai nuk i tha se çfarë do të duhej të sakrifikonte për atë yll. Në vitin 1960, Neshmija u bë këngëtare profesionale. Ajo u transferua në Prishtinë, ku filloi të punonte në Radio Prishtina. Atje ajo takoi burrin e saj të ardhshëm, një muzikant të talentuar, por të panjohur, që aduronte atë me një pasion që dukej i pastër. Emri i tij ishte Ramis. Ai ishte i bukur, karizmatik dhe e premtoi se do ta mbështeste karrierën e saj. Por askush nuk e dinte se Ramis kishte një plan tjetër, një plan që do ta ktente Neshmijen në rob të famës së saj. Martesa e tyre u bë në vitin 1963, në një ceremoni të thjeshtë pa pompozitet. Neshmija ishte e lumtur. Ajo mendonte se kishte gjetur partnerin e jetës, dikë që do ta kuptonte, që do ta mbështeste, që do të ishte pranë saj në çdo hap. Por që nga nata e parë e martesës, Ramis filloi të ndryshonte. Ai nuk ishte më i butë, i dashur. Ai filloi të fliste për para, për kontrata, për koncerte. Ai i tha Neshmije se ajo duhej të punonte më shumë, të këndonte më shumë, të fitonte më shumë. Dhe kur ajo pjeste për fëmijë, ai thoshte: "Jo tani, karriera vjen para gjithçkaje." Vitet kalonin, dhe Neshmija u bë ylli më i madh i Kosovës. Ajo këndoi në Beograd, në Zagreb, në Sarajev. Emri i saj u bë legjendë, por në shtëpi ajo ishte e vetmuar. Ramis e kontrollonte çdo lëvizje të saj. Ai vendoste se kur do të këndonte, ku do të shkonte, me kë do të fliste. Ai e izoloi nga familja e saj, nga miqtë e saj. Ai i tha se askush nuk e kuptonte atë si ai. Dhe Neshmija, e lodhur dhe e hutuar, filloi ta besonte. Në vitin 1970, Neshmija mbeti shtatësën. Ajo ishte e lumtur, më në fund ajo do të bëhej nën. Por kur ja tha Ramisit, ai u tërbua. Ai tha se një fëmijë do ta shkatronte karrierën e saj, se ajo nuk mund të ishte nën dhe yli i kombit në të njëjtën kohë. Ai e detyroi të zgjidhte. Dhe Neshmija, e friksuar dhe e manipuluar, zgjodhi karrierën. Ajo humbi fëmijën, jo nga natyra, por nga presioni i burrit të saj. Kjo ishte humbja e parë e madhe e saj, por jo e fundit. Pas kësaj, Neshmija nuk foli kurrë më për fëmijë. Ajo u zhyt në punë, në koncerte, në udhëtime. Ajo këndoi për dashuri, për nën, për familje, por vetë nuk ishte asnjë prej tyre. Publiku e adhuronte, por ajo ishte e vetmuar, dhe Ramis vazhdoi ta kontrollonte, ta shfrytëzonte, ta mbante në një kafaz të artë. Ai merrte të gjitha paratë e saj, ai vendoste për të gjitha kontratat e saj. Ai ishte menaxheri i saj, por edhe burgoshësi i saj. Në vitin 1980, Neshmija u bë nëna e kombit. Ajo mori titullin nga qeveria jugoslave për kontributin e saj në kulturën shqiptare, por kur u kthye në shtëpi atë natë, ajo qau. Ajo qau sepse e gjithë Kosova e thërriste nën, por ajo nuk ishte asnjë fëmijë që ta thërriste atë kështu. Ajo qau sepse kishte dhënë gjithçka për të tjerët, por kishte humbur gjithçka për veten. Dhe askush nuk e dinte. Askush nuk e shihte dhimbjen e saj, sepse ajo ishte ylli,
dhe yjet nuk lejohen të qajnë. Por çfarë ndodhi me atë kaset? Kush e regjistroi atë zë të thyer? Dhe pse Ramis nuk donte që askush ta dëgjonte atë? A kishte Neshmia një sekret më të madh, një dhimbje më të thellë që ajo nuk guxoi ta ndante kurrë me botën? Në vitin 1985, Neshmia Pagarusha ishte në kulmin e famës së saj. Ajo këndoi në Pallatin e Kulturës në Prishtinë para 10.000 njerëzve. Publiku e adhuronte. Ata qanin kur ajo këndonte, ata kërcenin kur ajo buzëqeshte. Por pas skenës, në dhomën e grimit, Neshmia ishte shkatëruar. Një grua e vogël, me flok gri dhe duar të driduara, po i fshihte gjurmët e dhunës në fytyrën e saj. Kjo grua ishte grimistja e saj, Fatmire, që kishte punuar me Neshmien për 20 vjet. Dë sot, për herë të parë pas 40 vjetësh, Fatmire vendosi të flasë. Unë i fsija shenjat e tij para çdo koncerti, thot ajo me zë të thyer. Unë e dija se çfarë po ndodhte, por isha e friksuar. Nëse flisja, do të humbisja punën. Por tani unë nuk mund të hesht më. Bota duhet ta di se çfarë vuajti ajo grua e madhe. Fatmire tregon se Ramiz e godiste Neshmien rregullisht, jo gjithmonë fizikisht. Shpesh ishte dhunë psikologjike, fjalë që e tyenin më shumë se çdo goditje. Ai e quante të panevojshme, të vjetër, të pakëndshme. Ai thoshte se pa të, ajo nuk do të ishte askush. Dhe Neshmia, e lodhur nga vitet e manipulimit, filloi ta besonte. Ajo filloi të mendonte se ishte e dobët, se ishte e varur nga ai, se pa të nuk mund të mbijetonte. Kjo ishte burgu më i keq, burgu i mendjes së saj. Por kishte e dik tjetër që e mbante Neshmien në atë marrëdhënie toksik. Ramiz kishte lidhje me njerëz të fuqishëm, me politikan, me producent, me njerëz që mund ta shkatërronin karrierën e saj me një fjalë. Ai e kërcënonte vazhdimisht. Nëse më lë, unë do të sigurohem që ti të mos këndosh kurrë më. Unë do të të shkatërroj. Dhe Neshmia e dinte se ai nuk po bënte shaka. Ajo kishte parë se çfarë ndodhte të artistëve që nuk bindeshin. Ata zhduken nga skena, kontratat e tyre anullohen, emrat e tyre harrohen. Ajo nuk mund ta lejonte këtë. Kënga ishte vetmja gjë që i kishte mbetur. Nëse e humbiste atë, ajo do të humbiste gjithçka. Në vitin 1987, Neshmia u përpoq të largohej. Ajo mbullovi guximin dhe i tha Ramizit se donte divorc, por ai nuk e lejoi. Ai e mbyll në shtëpi për 3 ditë. Ai nuk e goditi, ai bëri diçka më të keqe. Ai e detyroi të nënshkruante një kontratë të re, një dokument që i jepte atij kontroll të plotë mbi të gjitha paratë e saj, mbi të gjitha vendimet e saj, mbi të gjithë jetën e saj. Kjo kontratë ishte e fshehtë. Askush nuk e dinte për të përveç tyre dy dhe një avokati që Ramiz sa kishte paguar për heshtje. Neshmia e nënshkroi atë kontratë sepse nuk ishte zgjedhje tjetër. Dhe që nga ajo ditë, ajo nuk ishte më e lirë. Ajo ishte robreshe famës së saj dhe e burrit të saj. Por kishte një person që e dinte të vërtetën, motra e Neshmie, Shpresa. Ajo jetonte në Gjakov dhe rrallë e shihte Neshmien, sepse Ramiz nuk e lejonte. Por në vitin 1988, Shpresa erdhi në Prishtinë për ta vizituar. Ajo e pa gjendjen e motrës së saj dhe u trondit. Neshmia ishte e dobët, e lodhur, me sy të zbrazët. Shpresa e pyeti se çfarë po ndodhte, por Neshmia nuk foli, ajo vetëm qau. Dhe Shpresa e kuptoi, motra e saj ishte në një ferë që nuk mund ta linte. Shpresa u përpoq të ndihmonte. Ajo foli me disa miq të familjes, me disa njerëz që kishin ndikim, por askush nuk donte të përzihet. Neshmia ishte shumë e famshme dhe Ramiz ishte shumë i fuqishëm. Mese dikush do të fliste, do të kishte pasoja, kështu që të gjithë heshtnin. Dhe Neshmia mbeti e vetmuar në vuajtjen e saj. Por në atë vit diçka ndryshoi. Neshmia filloi të shkruante një ditar. Ajo e mbante ato të fshehtë, të fshehur në një vend që Ramiz nuk e dinte. Në atë ditar, ajo shkruante të vërtetën për dhunën, për manipulimin, për kontratën e fshehtë, për humbjen e fëmijës së saj. Ajo shkruante për dhimbjen e saj, për vetminë e saj, për dëshirën e saj për të ikur. Por ajo shkruante edhe për frikën e saj, frikën se nëse do të largohej, do të humbiste gjithçka. Ky ditar ishte i vetmi vend ku ajo mund të ishte e sinqertë, i vetmi vend ku ajo mund të ishte vetja e saj. Dhe në fund të atij viti, Neshmia mori një vendim. Ajo vendosi se do të vazhdonte të këndonte, por do të fillonte të grumbullonte para në fshehtësi. Ajo do të hapte një llogari bankare që Ramiz nuk e dinte. Ajo do të kursente çdo cent që mund të merrte. Dhe një ditë, kur të kishte mjaftueshëm, ajo do të largohej. Ajo do të linte gjithçka, famën, shtëpinë, madje edhe emrin e saj, vetëm për të qenë e lirë. Por aja doli? A arriti ajo të grumbullonte mjaftueshëm para? Apo Ramiz e zbuloi planin e saj dhe e ndali atë? Dhe çfarë ndodhi me atë ditar? A ekziston ende, apo Ramiz e shkatërroi atë për të fshehur të vërtetën?
Në vitin 1990, Jugoslavia filloi të shpërbëhej. Tensionet etnike po rriten dhe Kosova ishte në qendër të stuj. Neçmia Pagarusha, si simboli kulturës shqiptare, u bë objektiv politik. Qeveria serbe e akuzoi për nacionalizëm dhe disa nga këngët e saj u ndaluan. Por Neçmia nuk ndaloi së kënduari. Ajo vazhdoi të këndonte për popullinë e saj, për tokën e saj, për lirinë që ata ndërronin. Kjo guxim e bëri edhe më të dashur për popullinë, por edhe më të rrezikshme për pushtetin. Por ndërsa bota e jashtme e shihte Neçmien si heroin, bota e saj e brendshme po shkatërrohej. Ramis po bëhej gjithnjë më i dhunshëm, gjithnjë më kontrollues. Ai e akuzonte atë se po flirton me politikan, se po planifikon ta linte atë, se po fsheh para. Dhe megjithse disa nga këto akuza ishin të vërteta, ajo vërtet po fshihte para, Neçmia nuk mund t'ia pranonte, sepse nëse do ta pranonte, ai do ta shkatëronte. Në mars të vitit 1990, Neçmia kishte një koncert të madh në Prishtinë. Ishte një koncert bamirësie për viktimat e dunës politike. 10.000 njerëz erdhën për ta dëgjuar. Por 3 orë para koncertit, një burr i panjohur erdhi në dhomën e saj të grimit. Askush nuk e dinte se kush ishte ai. Ai nuk ishte ftesë, nuk ishte leje, por rojet e sigurisë e lanë të hynte, sikur dikush nga lart kishte dhënë urdhër. Fatmire, grimistja, ishte në dhomë kur ai burri hyri. Ajo thot se ai ishte i veshur me kostum të zi, me syze të errta dhe kishte një çantë të vogël lëkure në dorë. Ai tha Neçmie se donte të fliste me të vetëm. Fatmire u largua, por qëndroi jashtë derës. Ajo dëgjoi zëra të lartë. Neçmia po bërtiste, burri po kërcënonte. Pastaj heshtje. Kur burri doli, fytyra e tij ishte e qetë, por sytë e tij ishin të ftohtë. Ai ku pa thënë asnjë fjalë. Kur Fatmire hyri përsëri në dhomë, Neçmia ishte ulur në karrige e shokuar. Duart e saj dridheshin. Ajo kërkoi një gotë raki, megjithëse nuk ishte pirë alkool për 5 vjet. Fatmire ja dha dhe Neçmia e piu në një gleng. Pastaj ajo tha: "Unë nuk mund ta bëj këtë më. Unë nuk mund të vazhdoj." Por ajo nuk shpjegoi se çfarë kishte ndodhur. Ajo vetëm qau. Koncerti u shtyi për 1 orë. Kur Neçmia doli në skenë, ajo duke e lodhur e thyer. Por kur filloi të këndonte, zëri i saj ishte i fuqishëm si gjithmonë. Publiku nuk e vuri re asgjë të çuditshme, por ata që e njihnin mirë, Fatmire, disa miq të ngushtë, e dinin se diçka kishte ndryshuar. Neçmia nuk ishte më e njëjta. Pas koncertit, Neçmia u kthye në shtëpi dhe u mbyll në dhomën e saj. Ajo nuk foli me Ramizin, ajo nuk hëngri, ajo vetëm qëndroi ulur në errësirë duke menduar. Dhe atë natë, ajo mori një vendim që do ta ndryshonte gjithçka. Ajo vendosi se do të regjistronte një mesazh, një dëshmi të së vërtetës. Ajo do të fliste për gjithçka, për dhunën, për manipulimin, për kontratën e fshehtë, për burrin që erdhi në dhomën e saj të grimit, për kërcënimet që kishte marrë. Ajo do ta regjistronte këtë mesazh në një kasetë audio dhe do ta fshihte atë në një vend të sigurt. Nëse diçka do t'i ndodhte asaj, kjo kasetë do të ishte prova. Kjo kasetë do të tregonte të vërtetën. Dhe kështu, në një natë të ftohtë të prillit të vitit 1990, Neçmia Pagarusha regjistroi kasetën që do të mbetej e fshehtë për 35 vjet. Ajo foli për gjithçka. Ajo qau. Ajo përmendi emra. Ajo tregoi sekretet që askush nuk i dinte. Dhe kur mbaroi, ajo e fshiu kasetën në një kuti të vjetër kartonash, me shënimin "Mos e dëgjo kurrë". Por kush ishte ai burr që erdhi në dhomën e saj të grimit? Çfarë i tha ai asaj që e tronditi kaq shumë? Dhe pse Neçmia vendosi të regjistrojë atë kasetë pikërisht atë natë? A dinte ajo se diçka e keqe po vinte? A ishte ajo duke u përgatitur për fundin e saj? Dhe më e rëndësishmja, ku është ajo kasetë tani? A e shkatërroi Ramiz atë pas vdekjes së Neçmie? Apo ajo ende ekziston, e fshehur diku duke pritur të zbulohet? Historia vazhdon dhe sekretet po fillojnë të dalin në dritë. Në arkivat e Radios Prishtina, të mbyllura për publikun që nga viti 2007, ekziston një dosje me vull të kuqe dhe shënimin klasifikuar, mos u hap. Brenda saj gjendet një listë me 23 emra. Të gjithë këta njerëz ishin të lidhur me Neçmien Pagarusha, producent, muzikant, gazetar, madje edhe disa zyrtar të lartë të partisë. Por çfarë i bashkonte këta njerëz? Ata ishin anëtarët e një grupi të fshehtë që mblidhej çdo të shtunë mbrëma në një vilë private në periferitë e Prishtinës. Ata nuk ishin thjesht miq. Ata ishin ata që vendosnin se kush do të këndonte, kush do të heshte, kush do të fitonte dhe kush do të shkatërrohej. Neçmia nuk ishte thjesht një këngëtare e talentuar që u bë e famshme me fat. Ajo ishte produkt i një sistemi të errët, një lojë që luhet në errësirë
ku çdo lëvizje kontrollohej nga njerëz që askush nuk i shihte. Dhe kur ajo u përpoq të largohej nga ky sistem, ata e tërhoqën mbrapsht me forcë. Kush ishin këta njerëz? Çfarë donin ata nga Neçmia? Dhe çfarë ndodhi me ata që u përpoqën ta ndihmojnë atë të lirohej? Një nga antarët e atij grupi ishte Agim Krasniqi, një producent i fuqishëm që kishte lidhje me Beogradin dhe me Moskën. Ai ishte ai që e zbuloi Neçmien kur ajo ishte vetëm 15 vjeç. Ai ishte ai që e solli në Prishtinë, që i dha kontratën e parë, që e bëri Illi që u bë. Por çmimi i kësaj fame ishte i lartë. Agim nuk donte thjesht një këngëtare. Ai donte një simbol, një ikon që ai mund ta kontrollonte. Dhe ai e dinte se mënyra më e mirë për ta kontrolluar Neçmien ishte përmes Ramizit. Ai ishte ai që e prezantoi Ramizin me Neçmien. Ai ishte ai që inkurajoi ata të martoheshin. Ai ishte ai që i tha Ramizit se si ta mbante Neçmien nën kontroll, duke e izoluar, duke e friksuar, duke e bërë të varur nga ai. Por Agim nuk vepronte vetëm. Ai ishte pjesë e një rjeti më të madh, një rjet që përfshinte zyrtar të lartë të qeverisë jugosllave, drejtor të stacioneve të radios dhe televizionit, madje edhe disa figura të botës së krimit. Këta njerëz mblidheshin në atë villë çdo të shtunë mbrëma. Ata pinin rakit e shtrenjtë, hanin mish të pjekur dhe diskutonin për të ardhmen e kulturës shqiptare në Jugosllavi. Por në realitet, ata po ndanin territorin. Kush do të kontrollonte cilën këndëtare, kush do të merrte cilat para, kush do të kishte cilën ndikim. Neçmia ishte pjesa më e vlefshme e atij territori. Ajo ishte ajo që sillte më shumë para, më shumë ndikim, më shumë pushtet. Dhe ata nuk do ta linin atë të largohej kurrë. Në vitin 1991, Neçmia mori një ftesë për të kënduar në një koncert bamirësie në Zvicër. Kjo ishte një mundësi e artë. Ajo do të ishte jashtë vendit, larg Ramizit, larg Agjimit, larg të gjithë atyre që e kontrollonin. Ajo mendoi se kjo ishte shansi i saj për të ikur. Ajo planifikoi gjithçka në fshehtësi. Ajo kontaktoi një avokat në Zvicër, i cili i premtoi se do ta ndihmonte të kërkonte azil politik. Ajo mbullovi paratë që kishte fshehur, rreth 50.000 marka gjermane, një shumë e madhe për atë kohë. Ajo i fshiu ato në një çantë të vogël dhe u përgatit për të ikur përgjithmonë. Por dikush e tradhtoi. Dikush nga rrethi i saj i ngushtë, dikush që ajo e besonte, i tha Ramizit për planin e saj. Dhe Ramiz veproi shpejt. Një ditë para nisjes së saj për në Zvicër, ai e thiri në shtëpi dhe e përball me prova. Ai kishte kopje të bisedave të saj me avokatin zviceran. Ai kishte fotografi të saj duke takuar njerëz që ai pretendonte se ishin armi të shtetit. Ai tha se nëse do të shkonte në Zvicër, ai do të sigurohej që ajo të akuzohej për tradhti kombëtare. Ai tha se familja e saj, motra e saj, niprit e saj, do të vuanin pasojat. Ai tha se emri i saj do të shkatërohej, se askush nuk do ta kujtonte si heroin, por si tradhtare. Neçmia u thye. Ajo anulloi udhëtimin. Ajo ktheu paratë në llogarinë e fshehtë, ajo u kthye në jetën e saj të mëparshme, jetën e kontrollit, të dhunës, të vetmisë. Por diçka kishte ndryshuar brenda saj. Ajo nuk ishte më e njëjta grua që shpresonte për liri. Ajo ishte një grua që kishte humbur çdo shpresë. Dhe kjo humbje e shpresës ishte më e dhimbshme se çdo goditje, se çdo fjalë e keqe, se çdo vit i humbur. Por kush e tradhtoi Neçmien? Kush ishte personi që i tha Ramizit për planin e saj? A ishte dikush nga familja e saj? A ishte grimistja e saj Fatmire që kishte qenë dëshmitare e kaq shumë sekreteve? A ishte dikush nga grupi i fshehtë që mblidhej në atë vilë? Apo ishte vetë avokati zviceran që ishte bler nga Agim Krasniqi për ta nxjerrë Neçmien në kurth? Në vitin 1994, Neçmia Pagarusha u shfaq në një emision televiziv të drejtë për drejtë në Prishtinë. Ishte një intervistë e zakonshme, pyetje për karrierën e saj, për këngët e saj, për dashurinë e saj për Kosovën. Por në minutën e 38 të asaj interviste, diçka e çuditshme ndodhi. Gazetarja e pyeti: "Zonja Neçmie, ju jeni nëna e kombit, por ju nuk keni fëmijë tuaj. A ju mungojnë?" Neçmia heshti për 5 sekonda të plota. 5 sekonda që u ndjen si një përjetësi në televizion të drejtë për drejtë. Pastaj ajo buzëqeshi, por sytë e saj ishin plot lot. Ajo tha: "Unë kam miliona fëmijë, çdo shqiptar është fëmia im." Por zëri i saj dridhej, dhe ata që e njihnin mirë e dinin se ajo po gënjente. Ajo po fshishte dhimbjen më të madhe të jetës së saj. Por çfarë ndodhi me atë fëmijë që ajo humbi në vitin 1970? A ishte vërtet një abort i detyruar? Apo kishte diçka më të errët që ajo nuk guxoi ta tregonte kurrë?
Një infermiere e vjetër që punoi në spitalin e Prishtinës në vitet e 70 vendosi të flasë për herë të parë pas 50 vjetësh. Emri i saj është Shqipe Berisha, dhe ajo tani është 85 vjeç e sëmurë dhe e dobët, por me një kujtesë të qartë. Ajo thotë se në shtator të vitit 1970, Neshmia Pagarusha u soll në spital në mes të natës. Ajo ishte në muajin e 6 të shtatësënisë dhe kishte gjakderdhje të rënda. Ramiz ishte me të, dhe ai kërkoi që askush të mos fliste për këtë. Ai pagoi mjekët dhe infermierët për heshtje, po Shqipe dëgjoi diçka që e tronditi. Ajo dëgjoi Ramizin duke folur me një mjek në korridorin e spitalit. Ai tha: "Bëj atë që duhet, unë nuk dua që ajo të ketë fëmijë, kur." Shqipe thot se ajo nuk e kuptoi atëherë se çfarë do të thoshte kjo, por tani duke shikuar mbrapa, ajo beson se Ramiz e detyroi mjekun të shkaktonte abortin. Ajo nuk ka prova, të gjitha dokumentet mjekësore u shkatëruan vite më vonë, por ajo e kujton fytyrën e Neshmie kur ajo u zgjua pas operacionit. Ajo nuk qau, ajo nuk bërtiti, ajo vetëm shikoi tavanin me sy të zbrazat, sikur diçka brenda saj kishte vdekur. Dhe Shqipe thot se ajo kur nuk e harroi atë shikimin e një gruaje që kishte humbur gjithçka. Por a ishte ky vërtet fundi i historisë? A ishte ky fëmia i vetmi që Neshmia humbi, apo kishte të tjerë? Disa burime të paverifikuara pretendojnë se Neshmia mbeti shtatësën edhe 2 herë të tjera, një herë në vitin 1980 dhe një herë në vitin 1985. Por të dyja herët, shtatësënia përfundoi në javët e para. Disa thonë se ishin aborte spontane, të shkaktuara nga stresi dhe dhuna. Të tjerë thonë se ishin aborte të detyruara, të organizuara nga Ramiz, por askush nuk e di të vërtetën, sepse Neshmia nuk foli kur për këtë. Ajo e mbajti këtë dhimbje të fshehtë, të varrosur tellë brenda saj, deri në ditën e fundit të jetës së saj. Por kishte një person që e dinte të vërtetën, motra e saj, Shpresa. Ajo ishte ajo që e vizitoi Neshmien në spital pas abortit të parë. Ajo ishte ajo që e mbajti dorën e saj kur ajo çante. Ajo ishte ajo që i premtoi se do ta ndihmonte të largohej nga Ramiz. Por Shpresa nuk arriti ta mbante atë premtim, sepse pa kohë pas asaj vizite, Shpresa u sëmur rënd. Ajo u diagnostikua me kancer dhe vdiq brenda një viti. Disa thonë se ishte fati keq, të tjerë thonë se ishte diçka më e errët, se dikush e helmoi atë për ta heshtur. Por edhe këtu nuk ka prova, vetëm dyshime, vetëm frika, vetëm heshtje. Dhe Neshmia mbeti e vetmuar. Ajo humbi motrën e saj, fëmijët e saj, shpresën e saj. Ajo vazhdoi të këndonte, sepse kjo ishte vetmja gjë që ajo dinte të bënte. Por çdo këngë ishte një dhimbje, çdo koncert ishte një torturë, çdo buzëqeshje ishte një mask. Dhe askush nuk e dinte, askush nuk e shihte, sepse ajo ishte ylli, dhe yjet nuk lejohen të vuajnë. Por çfarë ndodhi me Ramizin? A vazhdoi ai ta kontrollonte Neshmien deri në fund, apo erdhi një ditë kur ajo më në fund gjeti forcën për t'i thënë jo? Dhe çfarë ndodhi me atë grup të fshehtë që mblidhej në vilën në periferitë e Prishtinës? A vazhdojnë ata ende të kontrollojnë industrinë e muzikës në Kosovë, apo sekretet e tyre më në fund po dalin në dritë? Në vitin 1999, lufta në Kosovë arriti kulmin e saj. Mijëra njerëz po vdisnin, qytete po digjeshin, familje po shpërbëheshin. Neshmia Pagarusha si simbol i kombit u bë objektivi forcave serbe. Shtëpia e saj u bastis 3 herë. Ata kërkuan prova se ajo po mbështeste terroristët, kështu i cvanin ata ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Por ata nuk gjetën asgjë, sepse Neshmia ishte e mensur, ajo nuk mbante asgjë inkriminuese në shtëpi. Ajo e dinte se çdo letër, çdo fotografi, çdo kaset mund të përdorej kundër saj. Por kishte një gjë që ajo nuk mund ta fshite, zërin e saj. Dhe ai zë ishte arma më e fuqishme e saj. Por ndërsa bota e jashtme po shkatërohej, bota e brendshme e Neshmie po shkatërohej edhe më shpejt. Ramiz po bëhej gjithnjë më i dhunshëm, gjithnjë më paranojak. Ai e akuzonte atë se po planifikonte ta linte, se po fshite para, se po fliste me armiqtë e tij. Ai e mbyllte në shtëpi për ditë të tëra. Ai nuk e linte të takonte askënd. Ai kontrollonte çdo telefonat, çdo letër, çdo vizitë. Neshmia ishte bërë burgosush në shtëpinë e saj. Por në maj të vitit 1999, diçka ndodhi që ndryshoi gjithçka. Një mbrëmje, ndërsa Ramiz ishte jashtë, Neshmia mori një telefonat. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i njohur, por ajo nuk mund ta vendoste menjëherë. Personi tha: N-sh-h-m-i-j-e. Unë jam Agim. Unë e di se çfarë po të bën Ramiz, dhe unë e di se ti po planifikon të ikësh. Por unë kam një propozim më të mirë për ty. Neshmia heshti. Ajo nuk e besonte Agimin.
Ai ishte ai që e kishte futur në këtë ferçe në fillim, por ajo dëgjoi. Agimi tha se ai kishte një plan. Ai tha se Ramiz po bëje një problem, jo vetëm për Neçmien, por edhe për grupin. Ai po tërhiqte shumë vëmendje, po bënte shumë gabime, po rrezikonte të ekspozonte të gjithë. Agim tha se grupi kishte vendosur se Ramiz duhej larguar dhe ai donte që Neçmia të ndihmonte. Ai tha se nëse ajo do të bashkëpunonte, ajo do të lirohej. Ajo do të mund të vazhdonte karrierën e saj, por pa Ramizin. Ajo do të ishte e lirë. Neçmia nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo e urrente Ramizin. Ai e kishte shkatërruar jetën e saj, e kishte marrë gjithçka prej saj, por ajo nuk ishte vrasë. Ajo nuk mund të ishte pjesë e një plani për ta larguar ato. Ajo i tha Agimit se kishte nevojë për kohë për të menduar, dhe Agim tha: "Ti ke një javë, pas kësaj ne do të veprojmë pa ty, por nëse ti nuk je me ne, ti je kundër nesh, dhe ti e di se çfarë ndodh atyre që janë kundër nesh." Neçmia e mbili telefonin dhe u ul në errësirë. Ajo nuk dinte çfarë të bënte. Ajo nuk mund ta besonte Agimin. Ai e kishte trajtuar shumë herë më parë, por ajo nuk mund të vazhdonte të jetonte me Ramizin. Ajo ishte në një kurt dhe çdo rrugë duke e mbyllur. Ajo mendoi për atë kasetë që kishte regjistruar, kasetën me të vërtetën. Ajo mendoi se ndoshta ishte koha për ta dërguar atë kasetë dikujt, një gazetari, një avokati, dikujt që mund ta ndihmonte. Por ajo e dinte se nëse do ta bënte këtë, ajo do të rrezikonte jo vetëm jetën e saj, por edhe jetën e të gjithë atyre që ajo i donte. Dhe kështu, ajo vendosi të presë. Ajo vendosi të shikonte sa çfarë do të ndodhte. Ajo vendosi të luante lojën e tyre, për momentin. Por ajo gjithashtu vendosi se do të ishte e përgatitur. Ajo do të mbante atë kasetë të sigurt. Ajo do të mbante sekretet e saj të fshehura. Dhe nëse do të vinte një ditë kur ajo do të duhej të fliste, ajo do të ishte gati. Por a erdhi ajo ditë ndonjëherë? A foli Neçmia ndonjëherë publikisht për atë që i ndodhi? Apo ajo e mori sekretin me vete në varr? Ve çfarë ndodhi me Ramizin? A e largoi vërtet grupi atë? Apo ai vazhdoi të jetonte, të kontrollonte, të shkatëronte deri në fund? Historia vazhdon dhe sekretet po bëhen gjithnjë më të errta. Në një shtëpi të vogël në periferi të Gjakovës, jeton një grua të 10 vjeçare që për 50 vjet ka mbajtur një sekret që mund të shkatërrojë imazhin e Neçmie Pagarushës. Emri i saj është Farie Morina, dhe ajo ishte shërbëtorja personale e Neçmie për 16 vjet, nga viti 1983 deri në vitin 1999. Ajo lante rrobat e saj, pastronte shtëpinë e saj, gatuan ushqimin e saj, por më e rëndësishmja, ajo shihte gjithçka. Ajo ishte e padukshme, një grua e thjeshtë që askush nuk e vinte re, por që ishte dëshmitare e çdo sekreti, e çdo lot, e çdo gjakderdhje. Dhe sot, për herë të parë, ajo vendosi të flasë. Unë i lava çarçafët e saj të njohura me gjak dhe lot, thot ajo me zë të thyer. Unë e dija se çfarë po ndodhte pas 2 erëve të mbullura, por nëse do të flisja, unë do të humbisja jo vetëm punën, unë do të humbisja jetën, sepse ata që e kontrollonin Neçmien nuk lejonin askënd të fliste. Por tani unë jam e vjetër dhe e sëmur. Unë nuk kam më çfarë të humbas, dhe bota duhet ta ditë të vërtetën. Farie tregon se çdo mëngjes, kur hynte në dhomën e gjumit të Neçmie, ajo gjente gjurmë të dhunës. Shpesh ishin shenja të vogla, një mavijosje në krah, një gërvishtje në qaf, një copë floku të shkullur. Herë të tjera ishin më të rënda, gjakderdhje nga hunda, buzë të plasura, sy të ynjtë. Neçmia kur nuk shpjegonte. Ajo vetëm i jepte Farie një shami të lagur dhe i thoshte: "Pastro këtë, dhe mos fol për këtë me askënd." Farie binte, sepse ajo e dinte se nëse do të fliste, ajo do të përfundonte si ato gratë të tjera që kishin provuar të ndihmojnë Neçmien, të zhdukura, të harruara, të heshtura për gjithmonë. Por kishte një mëngjes që Farie nuk mund të harronte kurrë. Ishte në shkurt të vitit 1997. Ajo hyri në dhomën e banjës për ta pastruar dhe gjeti Neçmien ullur në dysheme, të mbështjellë në një peshqir të gjakosur. Ajo dridhej dhe qante në heshtje. Farie u trondit. Ajo pyeti se çfarë kishte ndodhur, por Neçmia nuk ju përgjigj. Ajo vetëm i dha Farie një qese plastike dhe i tha: "Djeg këtë, tani, dhe mos pyet asgjë." Brenda qeses ishte një copë pëllhure e gjakosur dhe diçka tjetër. Diçka që Farie nuk guxoi ta shikonte shumë nga afër, por ajo e kuptoi. Ishte një fëmijë tjetër i humbur, një jetë tjetër e shuar para se të fillonte. Farie e mori qesen dhe e dogji në obor ashtu siç i ishte urdhëruar. Por ajo nuk mund të harronte atë që kishte parë. Ajo nuk mund të harronte fytyrën e Neçmie, fytyrën e një gruaje që kishte humbur gjithçka
por që ende duhej të buzëqeshte para kamerave, të këndonte para mijëra njerëzve, të ishte nëna e kombit për të gjithë, përveç për veten. Dhe Fari e pyeti veten. Sa dhimbje mund të duroj një grua para se të thyet plotësisht? Sa lot mund të qaj para se të thahet burimi i lotve? Sa jetë mund të humbas para se të humbas veten? Por kush e detyroi Neçmien të kallonte nëpër këtë ferr? A ishte vetëm Ramiz, apo kishte të tjerë që e mbanin atë në atë burg? Dhe pse askush nuk e ndihmoi, as familja, as miqt, as kolegët e saj? A ishin të gjithë të friksuar, apo ishin të gjithë pjesë së njëjtës makineri të errët që e konsumoi Neçmien nga brenda? Në vitin 2000 pas luftës, Kosova ishte e lirë, por Neçmia Pagarusha nuk ishte. Ajo vazhdonte të jetonte në të njëjtën shtëpi, me të njëjtin burr, në të njëjtin ferr. Ramiz ishte bërë edhe më i dhunshëm pas luftës. Ai kishte humbur shumë nga lidhjet e tij. Disa nga anëtarët e grupit të fshehtë kishin vdekur, të tjerë kishin ikur nga vendi. Të tjerë ishin arrestuar për krime lufte. Por Ramiz kishte mbijetuar, dhe ai ende e kontrollonte Neçmien. Ai ende e mbante atë në kërcënim. Ai ende e detyronte të këndonte, të udhëtonte, të punonte, jo për veten, por për të. Sepse Neçmia ishte vetmja gjë që ai kishte mbetur. Ajo ishte burimi i tij i të ardhurave, i pushtetit, i identitetit. Pa të, ai nuk ishte askush. Por në vitin 2005 diçka ndryshoi. Neçmia filloi të sëmurohej. Ajo kishte dhimbje të forta në bark, lodhje të skajshme, humbje peshe. Ajo shkoi te mjeku dhe diagnoza ishte shkatërruese, kanceri avancuar në vezore. Mjeku i tha se kishte nevojë për operacion urgjent dhe kemoterapi, por Ramiz refuzoi. Ai tha se ajo nuk kishte kohë për trajtim. Ajo kishte kontrata për të përmbushur, koncerte për të dhënë, para për të fituar. Ai tha se ajo mund të trajtohej më vonë, kur të kishte më pak punë. Por më vonë nuk erdhi kurrë. Neçmia vazhdoi të punonte, edhe pse trupi i saj po shkatërrohej. Ajo këndonte me dhimbje, udhëtonte me dhimbje, buzëqeshte me dhimbje. Ajo merrte ilace kundër dhimbjes para çdo koncerti, ilace të forta që e bënin të ndjehej empir, por që e mbanin në këmbë. Ajo vishte rroba të gjera për të fshehur humbjen e peshës. Ajo mbante grimin e trash për të fshehur verdhësinë e lëkurës. Ajo ishte një fantazme e asaj që kishte qenë dikur, por askush nuk e vuri re, sepse të gjithë shihnin vetëm imazhin, jo gruan pas tij. Por kishte një person që e vuri re, vajza e motrës së saj, Drita. Ajo ishte 25 vjeç dhe kishte ardhur nga Gjakova për ta vizituar Neçmien. Kur e pa gjendjen e saj, ajo u trondit. Ajo e pyeti se pse nuk po trajtohej dhe Neçmia i tha të vërtetën, se Ramiz nuk e lejonte. Drita u zemrua. Ajo shkoi te Ramiz dhe i tha se ai po e vriste Neçmien. Por Ramiz e kërcënoi. Ai tha se nëse ajo do të përzihet, ai do të sigurohej që familja e saj të vuante. Ai tha se ai kishte lidhje me njerëz të rrezikshëm, njerëz që mund të bënin gjëra të tmeshme. Dhe Drita, e friksuar për familjen e saj, u tërhoq. Ajo u largua nga Prishtina dhe nuk u kthye kurrë më. Neçmia mbeti e vetmuar përsëri. Ajo vazhdoi të punonte, të vuante, të shkatërrohej, dhe askush nuk e ndihmoi, sepse të gjithë ishin të friksuar, të gjithë ishin të heshtur, të gjithë ishin bashkëfajtor në këtë krim të ngadalt, krimin e shkatërimit të një gruaje të madhe, hap pas hapi, ditë pas dite, vit pas viti. Por në vitin 2007, Neçmia mori një vendim. Ajo vendosi se do të shkruante një letër drejtuar popullit të Kosovës, një letër që do të tregonte të vërtetën për jetën e saj, për vuajtjet e saj, për sekretet e saj. Ajo filloi ta shkruante atë letër në fshehtësi, vonë në natë, kur Ramiz flinte. Ajo shkruante për Dunën, për humbjen e fëmijëve, për grupin e fshehtë, për tradhtit, për gjithçka. Ajo shkruante me lot, me dhimbje, me zemrim. Dhe kur mbaroi, ajo e fshiu atë letër në të njëjtën kuti ku kishte fshehur kasetën, kutin me shënimin mos e hap kurrë. Por a e dërgoi ajo ndonjëherë atë letër? A e lexoi dikush atë? Apo ajo mbeti e fshehur, si kaq shumë gjëra të tjera në jetën e Neçmie? Dhe çfarë ndodhi me Ramizin? A vazhdoi ai ta kontrollonte Neçmien deri në fund? Apo erdhi një ditë kur ajo më në fund gjeti forcën për t'i thënë mjaft? Në vitin 2010, Neçmia Pagarusha dha koncertin e saj të fundit. Ishte në pallatin e Rinisë në Prishtinë, para 5000 njerëzve. Ajo këndoi këngët e saj më të dashura, këngët që kishin shoqëruar breza të tërë shqiptarësh. Publiku çante, këndonte bashkë me të, e duartrokiste me pasion. Por ata nuk e dinin se ajo ishte në fazën terminale të kancerit.
Ata nuk e dinin se ajo kishte marrë një dosë të madhe ilaçesh kundër dhimbjes vetëm për të qëndruar në këmbë. Ata nuk e dinin se kjo do t'ishte hera e fundit që do ta shihnin në sken. Pas koncertit, Neçmia u shemb në dhomën e grimit. Ajo nuk mund të qëndronte më në këmbë. Ajo u dërgua në spital, ku mjekët i thanë se kishte vetëm disa muaj për të jetuar. Ata i thanë se duhej të fillonte trajtimin menjëherë, por ishte shumë vonë. Kanceri ishte përhapur në të gjithë trupin e saj. Nuk ishte më shpresë. Neçmia e pranoi këtë me qetësi. Ajo nuk qau, ajo nuk u ankua. Ajo vetëm pyeti: sa kohë më mbetet? Mjeku tha: ndoshta 6 muaj, ndoshta më pak. Neçmia tha: mjafton, unë kam diçka që duhet të bëj. Ajo u kthye në shtëpi dhe i tha Ramizit se po vdiste. Ai nuk u trondit, ai nuk u pendua. Ai vetëm pyeti: sa para ke mbetur? Neçmia e kuptoi se edhe në fund ai nuk e donte atë. Ai donte vetëm paratë e saj, famën e saj, kontrollin mbi të. Dhe ajo vendosi se nuk do t'i jepte atij kënaqësinë e fundit. Ajo kontaktoi një avokat të besuar dhe ndryshoi testamentin e saj. Ajo la të gjitha paratë e saj për një fondacion bamirës që do të ndihmonte fëmijët jetim në Kosovë, fëmijët që ajo kur nuk i pati. Ajo nuk i la asgjë Ramizit, dhe kur ai e zbuloi këtë, ai u tërbua. Ai e akuzoi për tradhti, për pabesë, për gjithçka. Por Neçmia nuk ju përgjigj. Ajo vetëm buzëqeshi, një buzëqeshje të hidhur por të lirë. Sepse për herë të parë në 50 vjet, ajo kishte bërë një zgjedhje për veten. Ajo kishte marrë kontrollin mbi jetën e saj, ose të paktën mbi fundin e saj. Por Ramiz nuk e pranoi këtë. Ai u përpoq ta ndryshonte testamentin, ta kontestonte atë në gjykat, ta manipulonte Neçmien për ta ndryshuar mendjen. Por ajo nuk u tund. Ajo qëndroi e fortë deri në fund. Dhe kjo ishte fitoria e saj e vetme, fitoria e vogël por e rëndësishme mbi burrin që kishte shkatëruar. Neçmia Pagarusha vdiq në shkurt të vitit 2023 në moshën 81 vjeç. Ajo vdiq në shtëpinë e saj e rrethuar nga infermier, por e vetmuar. Ramiz nuk ishte pranë saj. Ai kishte dalë për të takuar avokatët e tij, duke u përpjekur ende ta kontestonte testamentin. Dhe kështu, gruaja që e gjithë Kosova e të rriste nën, vdiq pa dëgjuar atë fjalë nga goja e dikujt që donte vështet. Por çfarë ndodhi me atë kaset? Çfarë ndodhi me atë letër? Ai gjeti dikush ato? Apo ato u shkatërruan, u fshetën, u harruan? Dhe çfarë ndodhi me Ramizin? A mori ai ndonjëherë atë që meritonte? Apo ai vazhdoi të jetonte, i lirë dhe i pandëshkuar, ndërsa Neçmia u varros me sekretet e saj? Historia nuk ka mbaruar ende, sepse e vërteta, herët avon gjithmonë del në dritë. Dhe sekretet e Neçmie Pagarushës po fillojnë të zbulohen, një nga një, cop nga cop, lot nga lot. Në një zyrë të vogël notariale në qendër të Prishtinës, ruhet një dokument që askush nuk e ka lexuar kur plotësisht. Është një kontratë nënshkruar në vitin 1987 me 16 faqe të shkruara me shkronja të imta, plot klauzolla të fshehura dhe kushte që duken të çuditshme për një marrëveshje artistike. Kjo kontratë nuk ishte thjesht për koncerte apo të drejta autori. Ishte një dokument që i jepte Ramizit kontroll të plot mbi çdo aspekt të jetës së Neçmie. Ku do të jetonte, me kë do të fliste, çfarë do të vishte, madje edhe çfarë do të hante. Paragrafi i 13 përmban një klauzoll që të ngri gjakun. Palla e pare. Do me thënë Neçmia pranon të mos ketë fëmijë gjatë kohëzgjatjes së kësaj marrëveshjeje, e cila zgjat deri në vdekjen e njërës Napalet. Kjo nuk ishte thjesht një kontratë martesore. Ishte një akt robrie, ishte një dokument që e ktente një grua të lirë në promë private. Dhe Neçmia nënshkroi atë me dorë të dridhur, me lot në sy, sepse Ramiz i tha se nëse nuk do ta bënte, ai do të sigurohej që ajo të mos këndonte kurrë më. Por kush e hartoi këtë kontratë? Cili avokat pranoi të shkruante një dokument kaq mizor? Dhe pse askush nuk e kontestoi atë për 36 vjet? Avokati që e hartoi atë kontratë quhej Bekim Hoxha. Ai ishte një nga avokatët më të njohur në Prishtinë në vitet e 80 dhe 90. Ai kishte lidhje me politikan, me biznesmen, me botën e krimit. Ai ishte ai që zgjidhi problemet për njerëzit e fuqishëm, problemet që nuk mund të zgjidheshin në gjykat, por në errësirë, me kërcënime dhe manipulime. Dhe ai ishte miku i ngushtë i Ramizit. Ata kishin rritur së bashku në të njëjtin lagje, kishin luajtur së bashku si fëmijë, kishin ndarë sekrete që askush tjetër nuk i dinte. Dhe kur Ramiz i kërkoi ndihmë për ta kontrolluar Neçmien, Bekim nuk nguroi. Ai e hartoi atë kontratë me kujdes, duke përdorur gjuhë ligjore që e bënte atë të duket legjitime, por që në realitet ishte një mjet torture. Por Bekim nuk e bëri këtë vetëm për miqësi, ai e bëri për para. Ramiz i pagoi atij një shumë të madhe, rreth 100.000 marka gjermane, një pasuri për atë kohë.
Dhe Bekim e mori atë para dhe nuk foli kur për atë kontratë. Ai e mbajti atë sekret për 36 vjet. Por në vitin 2023, pa kohë pas vdekjes së Nekshmije, Bekim u diagnostikua me sëmundje të rëndë të zemrës. Mjekët i thanë se kishte vetëm disa muaj për të jetuar. Dhe për herë të parë në jetën e tij, Bekim ndjeu pendim. Ai ndjeu peshën e asaj që kishte bërë. Ai ndjeu dhimbjen e Nekshmije, gruas që ai e kishte ndihmuar ta burgos në jetën e saj. Dhe kështu, në shtator të vitit 2023, Bekim Hoxha tiri një gazetar të linë nga Prishtina dhe i dha një kopje të asaj kontrate. Ai i tha: "Unë kam bërë shumë gjëra të këqija në jetën time, por kjo është ajo që më mundon më shumë. Unë ndihmova ta shndërroj një grua të madhe në robresh. Dhe tani, para se të vdes, unë dua që bota ta di të vërtetën." Gazetari mori kontratën dhe filloi të hetonte. Por para se të mund ta botonte historinë, ai mori një telefonat kërcënuese. Zëri në anën tjetër i tha: 90. Nëse publikon atë kontratë, ti dhe familja jote do të vuani 91. Gazetari u friksua dhe e fsheu historinë, dhe Bekim Hoxha vdiq 2 muaj më vonë pa parë të vërtetën të dalë në dritë. Por kontrata ende ekziston. Ajo është e ruajtur në atë zyrë notariale, e mbyllur në një kasafort, e mbrojtur nga ligje që ndallojnë zbulimin e dokumenteve private. Por pyetja mbetet: a duhet që kjo kontratë të bëhet publike? A duhet që bota ta di se si Nekshmija u detyrua të heqë dorë nga e drejta më themelore e njeriut, e drejta për të pasur fëmijë, për të qenë lirë, për të jetuar sipas vullnetit të saj? Apo disa sekrete duhet të mbeten të varrosura, për të mbrojtur imazhin e një legjende? Në vitin 2021, 2 vjet para vdekjes së Nekshmije, një grua e re erdhi në shtëpinë e saj. Emri i saj ishte Arta, dhe ajo ishte infermierja që u caktua për ta kujdesur Nekshmijen në fazën e fundit të sëmundjes së saj. Arta ishte 28 vjeç, e butë, e durueshme, plot dëmshuri. Ajo nuk e njihte shumë Nekshmijen. Ajo ishte rritur jashtë Kosovës dhe nuk ishte dëgjuar shumë për këngët e saj. Por që nga dita e parë, ajo ndjeu diçka të veçantë te kjo grua e vjetër dhe e sëmur. Ajo ndjeu një dhimbje të thellë, një vetmi të pakapshme, një peshë që Nekshmija e mbante në shpirt. Arta kallonte çdo ditë me Nekshmijen, e ndihmonte të hante, ta merrte ilacet, ta ndërronte rrobat. Dhe gjatë atyre orëve të gjata, Nekshmija filloi të fliste. Ajo nuk fliste për famën e saj, për koncertet e saj, për dashurinë e popullit. Ajo fliste për humbjet e saj. Ajo fliste për fëmijët që nuk i pati kurrë. Ajo fliste për dhunën që përjetoi. Ajo fliste për burrin që e shkatërroi. Dhe Arta dëgjonte me lot në sy, duke mbajtur dorën e saj të dobët. Një ditë, në dhjetor të vitit 2022, Nekshmija i tha Artës diçka që e tronditi. Ajo tha: "Arta, unë kam një sekret që askush nuk e di. Unë kam një vajzë." Arta mendoi se Nekshmija po deliroi nga ilacet, por Nekshmija vazhdoi. Ajo lindi në vitin 1969. Unë isha vetëm 27 vjeç. Ramiz nuk e dinte, askush nuk e dinte. Unë e fsheva shtatsnin, shkova në një fshat të largët, linda atje dhe ja dash vajzën një familjeje që nuk mund të kishte fëmijë. Unë nuk e mbajta atë sepse Ramiz do të më vriste, por unë e kam menduar çdo ditë të jetës sime. Unë kam dëshiruar ta shoh, ta prek, ta dëgjoj, të më thot nën. Por unë nuk guxova kurrë, sepse nëse do ta bëja, unë do ta rrezikoja jetën e saj." Arta nuk dinte nëse ta besonte, por Nekshmija ecoi në dhomën e saj dhe nxori një kuti të vogël prej druri nga nën shtrat. Brenda kishte një fotografi të verdhur, një fotografi të një vajze të vogël me flokë të zinj dhe sy të mvenj. Pas fotografisë ishte shkruar: "Drita ime, lindur më 10 shkurt 1969, vënë me dashuri, mbajtur në kujtesë." Nekshmija e puti fotografinë dhe qau. Ajo tha: "Kjo është e vetmja gjë që më ka mbetur prej saj, dhe kur të vdes, unë dua që ti ta gjesh atë. Unë dua që ajo ta di se nëna e saj e donte, edhe pse nuk mund të ishte pranë saj." Arta i premtoi se do ta bënte. Ajo mori fotografinë dhe filloi të kërkonte. Ajo pyeti njerëz në atë fshat, kontrolloi regjistrat e lindjes, foli me pleq që mund të kujtonin diçka, dhe pas muajsh kërkimi, ajo e gjeti. Vajza quhej Drita, e njëjta emër që Nekshmija kishte shkruar në fotografi. Ajo ishte 54 vjeç, e martuar, me 3 fëmijë dhe jetonte në një qytet të vogël në Gjermani. Ajo nuk e dinte se kush ishte nëna e saj biologjike. Familja që e adoptoi nuk ja kishte thënë kurrë. Arta e kontaktoi Dritën dhe ja tregoi të vërtetën. Në fillim Drita nuk e besoi. Ajo mendoi se ishte një mashtrim, një përpjekje për të përfituar nga emri Nekshmije. Por kur Arta ja dërgoi fotografinë dhe një letër të shkruar nga Nekshmija,
drita u tye. Ajo qau për ditë të tëra. Ajo nuk mund ta besonte se nëna e saj ishte gruaja që e gjithë Kosova ja duronte, por që ajo nuk e kishte njohur kurrë. Drita erdhi në Kosovë në janar të vitit 2023, një muaj para vdekjes së Neshmije. Ajo shkoi në shtëpinë e saj dhe për herë të parë në 54 vjet, nën dhe biu takuan. Neshmija ishte shumë e dobët, pothuajse e paaft për të folur. Por kur e pa Dritën, sytë e saj u ndezën. Ajo e zgjati dorën dhe e preku fytyrën e saj. Ajo përshpriti me, Drita ime. Dhe Drita, me lotë që rëshqisnin pandallur i tha, nën. Ishte fjalla që Neshmija kishte pritur të dëgjonte për 54 vjet. Ishte fjalla që ajo kishte ndëruar çdo natë. Ishte fjalla që e bëri të ndjehej për një moment të shkurtër, të plot. Ato qëndruan së bashku për 3 orë. Ato nuk folën shumë, nuk ishte nevojë për fjalë. Ato vetëm mbajtën duart e njëra tjetrës, qanë së bashku dhe ndan një dashuri që kishte qenë e fshehur për një jetë të tërë. Kur Drita u largua, Neshmija i tha artës, tani unë mund të vdes e qetë. Unë e dëgjova atë fjalë, unë e ndjeva atë dashuri, unë nuk jam më e vetmuar. Dhe një muaj më vonë, Neshmija Pagarusha vdiq, jo e vetmuar, por me një paqe që ajo nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Por pse Neshmija e fsheu këtë sekret për kaq shumë kohë? Pse ajo nuk e kërkoi kurrë Dritën edhe pse e donte aq shumë? A ishte frika nga Ramiz aq e madhe sa ajo preferoi të jetonte pa të bijen e saj? Apo kishte diçka tjetër, një kërcënim më të madh, një rrezik më të thellë që ajo nuk guxoi ta përballonte? Pas vdekjes së Neshmije, Ramiz u përpoqta ta kontestonte testamentin në gjykat. Ai pretendoi se Neshmija nuk ishte në gjendje mendore të shëndosh kur e ndryshoi atë, se ajo ishte manipuluar nga avokatët, se ajo nuk e donte vërtet që paratë të shkonin për bamirësi. Ai kërkoi që gjithçka t'i jepej atij, shtëpia, paratë, të drejtat e këngëve, gjithçka. Por gjykata refuzoi. Provat ishin të qarta. Neshmija kishte qenë plotësisht e vetëdijshme kur ndryshoi testamentin, dhe ajo kishte lënë një letër të shkruar me dorë që shpjegonte arsyet e saj. Ramiz u tërbua. Ai akuzoi gjykatën për korrupsion, avokatët për mashtrim, madje edhe Neshmijen për tradhti, por askush nuk e dëgjoi. Ai kishte humbur. Për herë të parë në 50 vjet, ai nuk kishte kontroll, ai nuk kishte pushtet, ai nuk kishte asgjë. Dhe kështu, Ramiz u tërhoq në errësirë. Ai u largua nga Prishtina dhe shkoi të jetonte në një fshat të vogël në veri të Kosovës. Ai jetoi në një shtëpi të vjetër, të rënuar, pa ngrohje, pa komoditet. Ai jetoi vetmuar, i harruar, i urryer nga ata pak që e njihnin. Ai u përpoq të shes histori për gazetat, histori për Neshmijen, për të vërtetën e jetës së saj. Por askush nuk i besoi. Askush nuk donte të dëgjonte zërin e një burri që kishte shkatëruar një grua të madhe. Në vitin 2025, Ramiz vdiq nga një sumë në zemër. Ai vdiq i vetmuar, në atë shtëpi të ftohtë, pa askënd pranë tij. Askush nuk erdhi në funeralin e tij. Askush nuk qau për të. Ai u varros në një varr të pashnuar, në një kose të harruar të varrezave. Dhe emri i tij u harrua, ashtu siç ai kishte dashur të harronte emrin e Neshmije, por nuk ja doli kurrë. Por çfarë ndodhi me Agim Krasniqi dhe grupin e fshehtë? A vazhduan ata të kontrollojnë industrinë e muzikës? Apo ata u shpërbën pas vdekjes së Neshmije? Disa thonë se Agim vdiq në vitin 2003 nga një sëmundje e panjohur. Të tjerë thonë se ai ende jeton, i fshehur diku, duke kontrolluar gjëra nga hija. Por askush nuk e di me siguri, sepse njerëzit si Agim nuk lënë gjurmë. Ata zhdukjen, por ndikimi i tyre mbetet, si një helm i ngadaltë që vazhdon të helmojë edhe pas vdekjes së tyre. Dhe çfarë ndodhi me atë kasetë? Kasetën që Neshmija regjistroi në vitin 1990. A u gjet ndonjëherë? Disa thënë se Arta, infermierja, e gjeti atë në atë kuti të vjetër kartonash dhe ja dha Dritës, bijes së Neshmije. Të tjerë thonë se ajo u shkatërrua nga Ramiz para se dikush tjetër ta gjente. Por ka edhe një version tjetër, një version që thotë se kaseta ende ekziston, e fshehur në një vend të sigurt, duke pritur momentin e duhur për të zbuluar. Dhe ndoshta, një ditë, ajo kaset do të dëgjohet, dhe bota do të dëgjojë zërin e Neshmije Pagarushës. Jo zërin e këngëtares së famshme, por zërin e gruas së tyer, të dhunuar, të vetmuar, që qau për ndihmë, por që askush nuk e dëgjoi. Sot, në vitin 2026, Neshmija Pagarusha është ende një legjend në Kosovë. Këngët e saj dëgjohen në dasma, në festa, në përkujtimore. Emri i saj përmendet me respekt, me dashuri, me mall. Por sa njerëz e din të vërtetën për jetën e saj? Sa njerëz e din se ajo jetoi në një ferr që askush nuk mund ta imagjinonte?
Sa njerëz e dinë se ajo dha gjithçka për të tjerët, por humbi gjithçka për veten. Fondacioni që ajo krijoi me paratë e saj ka ndihmuar qindra fëmijë jetim. Ata kanë marrë arsim, kanë marrë shëndet, kanë marrë një shans për një jetë më të mirë. Dhe në një mënyrë, Neksmia më në fund u bën nën, jo për një fëmijë, por për qindra. Ajo u dha atyre dashurinë që ajo nuk mundi t'ia jepte bijës së saj. Ajo u dha atyre shpresën që asaj i mungoi për kaq shumë kohë. Por pyetja mbetet, a ishte drejt çmimi që ajo pagoi? A ishte drejt që një grua kaq e madhe të vuante kaq shumë? A ishte drejt që ajo të detyrohej të zgjidhte midis famës dhe lumturisë, midis karrierës dhe jetës? Apo sistemi që e krijoi atë famë ishte i njëjti sistem që e shkatërroi atë si grua? Ve çfarë mund të mësojmë nga historia e Nekshmije Pagarushës? Ndoshta kjo, se pas çdo ili që shkëlqen në skenë, ka një njeri që vuan në errësirë. Se pas çdo buzëqeshjeje që shohim në ekran, ka lot që askush nuk i sheh. Se pas çdo legjende që ne e adhurojmë, ka një jetë të thyer që ne e injorojmë. Dhe ndoshta, nëse do të kishim dëgjuar më shumë, nëse do të kishim parë më thellë, nëse do të kishim pyetur më shumë, ne do të mund ta kishim shpëtuar atë. Por ne nuk e bëm. Dhe tani është shumë vonë. Nekshmia Pagarusha vdiq pa dëgjuar fjalën nën nga goja e bijës së saj për 54 vjet. Por në muajin e fundit të jetës së saj, ajo e dëgjoi atë fjalë, dhe ndoshta vetëm për atë moment, gjithë vuajtja, gjithë dhimbja, gjithë humbja ia vlente. Sepse dashuria, edhe kur vjen vonë, edhe kur vjen për një moment të shkurtër, është gjëja e vetme që na bën njerëz. Është gjëja e vetme që na jep kuptim. Është gjëja e vetme që mbetet ku gjithçka tjetër zhduket. Miq, si e shihni ju historinë e Nekshmije Pagarushës? A ishte ajo viktime një sistemi mizor, apo ajo vetë mori vendime që e cuan në atë fat? A duhet që sekretet e saj të mbeten të fshehura për të mbrojtur imazhin e një legjende, apo e vërteta duhet të dalë në dritë pavarësisht sa e dhimbshme është? A e kujtoni ju Nekshmijen në qytetin tuaj? A keni dëgjuar histori të tjera për të që nuk janë treguar kurrë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Na intereson të dim se si e mbani gjallë kujtimin e saj. Vini like nëse kjo histori ju preku dhe abonohuni në kanal për më shumë histori të vërteta që askush nuk guxon t'i tregoj. Sepse e vërteta, sado e hidhur, meriton të dëgjohet.